në odën e Jashareve, ku vëllau i vetëm i komandantit që ende është i gjallë, Rifat Jashari, prej të përcjell musafir të shumt. Ky i tregoi edhe arsye pse nuk u takua me këtë të fundit. Nderime tek varet e të rënëve bëri edhe presidentja në largim, Atifete Jajaga. Më pas, kjo vizitën e vazhdoi në familjen e Jashareve, ku prit nga Rifat Jashari. Rikujtojmë sakrificën e madhe që ka bërë kjo familje, por edhe shumë familje të tjera anë mban Kosovës për të jetësuar ëndrrën tonë të përjetshme, ëndrrën tonë historike, për të bërë Kosovën shtet të lirë. Jajaga në vizitën e fundit si presidente u ndal edhe në muzeun e familjes. Në mesin e shumë vizitorëve, në Prekaz kishte ardhur edhe një delegacion i Këshillit Kombëtar Bosnjak, me të cilët presidentja Jajaga kërkoi të ketë një kujtim. Hajde, to se sove strane.